Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rusia paralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë. Sergei Naryshkin gjatë një takimi me zyrtar të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krahas asaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po rrit ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleance ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. Ai pretendoi gjithashtu se armë të dërguara në Ukrainë nga vendet perëndimore po qarkullojnë lirshëm në Europë dhe sipas tij mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët perëndimore të dërguara në Ukrainë mund të devijohen drejt tregut të zi në një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeveritë perëndimore kanë mohuar. Rusia rrit kërcënimet ndaj Kievit, paralajmëron sulme të vazhdueshme dhe u bë e thirrje qytetarëve amerikanë të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë të re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikanë nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit që është nën kontrollin rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturpshëm që synon të friksojë diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare. Rusia godet Ukrainën për herë të tretë me raketën e saj balistike hipersonike Oreshnik. Nga një sulm masiv me raketa dhe dron ndaj Kievit dhe rajonit përreth, humbën jetën të paktën 4 persona dhe rreth 100 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi rus dëmtoi rënd infrastrukturën civile, përfshirë një objekt furnizimi me ujë, një treg që u përfshi nga flakët, si dhe 10 ndërtesa banimi dhe disa shkolla. Ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi përdorimin e raketës Oreshnik, e cila mund të mbajë si koka bërthamore ashtu dhe konvencionale. Dronët godasin Rumaninë. Një pallat banimi në qytetin Galaçi dyshohet se është goditur nga një dron rus. 2 persona u plagosën lehtë sipas shërbimit të reagimit dhe emergjencave. Mendohet se droni ishte rus pasi Federata po kryente një sulm masiv me dron në rajonin e Odesas. Ministria rumune e mbrojtjes konfirmoi se gjatë natës 28 dhe 29 majit Federata Ruse rifylloi sulmet me dron dhe objektivave civile të infrastrukturës në Ukrainë pranë kufirit lumor me Rumaninë. Rumania e konsideroi ndërhyrjen së bashku me shkeljen e hapësirës së saj ajrore një përshkallëzim serioz dhe të papërgjegjshëm. Rumania thiri ambasadori rus pas rrëzimit të një droni ndërtesë banimi duke plagosur 2 persona, një incident jashtëzakonisht serioz, tha ministria e jashtme rumune Oana Toju në rrjetet sociale. Ne do të komunikojmë zyrtarisht pasojat që kjo mungesë përgjegjësie nga ana e Rusisë do të ketë në marrëdhënie diplomatike me 22 vendeve tona, si dhe hapat e ardhshëm në nivel evropian në lidhje me paketat e sanksioneve, shtoi ajo. Rumania kërkoi burim me shtesë të mbrojtjes ajrore. Ministria e jashtme rumune tha se kishte informuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për incidentin dhe kërkoi një transferim të përshpejtuar të teknologjisë kundër dronëve në Rumani. Rumania do të përgjigjet shkeljes serioze të hapësirës ndërkombëtare dhe hapësirës së saj ajrore përmes masave diplomatike, tha ministria në deklaratë postuar në rrjetet sociale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi të njëjtën se miratimi nga presidenti Donald Trump i një marrëveshje të mundshme me Iranin mbetet i pasigurt mes raportimeve se negociatorët amerikanë dhe iranian kanë arritur një marrëveshje paraprake për një kornizë që synon të japë fund luftës. Duke folur me gazetarët në Joint Base Andrew, Vance tha se negociatorët kanë bërë shumë përparim, por se disa çështje përfshirë kufizimet e mundshme ndaj programit bërthamor iranian vazhdojnë të jenë objekt diskutimi. There are certain details that are going to have to be figured out that are going to take a little bit of time to figure out. Media amerikane Axios raportoi se negociatorët e SHBA-s dhe Iranit kishin arritur një marrëveshje kornizë e cila do të zgjaste armëpushimin dhe do të hapte negociatat për programin bërthamor iranian. Sipas raportimit, për këto bisedime është parashikuar një periudhë prej 60 ditësh. Burime amerikane konfirmuan thelbin e informacionit kur u pyetën nga mediat. Axios shtoi se kushtet kryesore të marrëveshjes ishin finalizuar në masë të madhe deri të martën, por se të dyja palët duhet ende të sigurojnë miratimin e udhëheqjes së tyre politike. Megjithatë, agjencia iraniane e lajmeve Tasnim News Agency e afërt me trupat e Gardës Revolucionare Islamike raportoi se nuk është finalizuar apo konfirmuar asnjë marrëveshje paraprake, duke cituar një burim pranë ekipit negociator iranian. Çmimet e naftës ranë në tregjet ndërkombëtare pasi raportet e medias nxitën spekulime rreth hapjes së mundshme të ngurtitës së Hormuzit.
dhe lehtësimit të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në tregun e Londrës, çmimi i një fuqie nafte ra me $3.42 pas ditën e sejntes. Në tregun amerikan, çmimi i një fuqie ra me $3.74, duke u kotuar në $90.15. Tregjet kanë monitoruar nga afër sinjalet nga Washingtoni dhe Teherani që nga fillimi i javës në përpjekje për të vlerësuar nëse ka ndonjë mundësi për një rikthim në normalitet të trafikut ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Në fillim të javës, tregtarët prisnin që Shtetet e Bashkuara dhe Irani së shpejti të arrinin një kornizë për një marrëveshje paqe, por optimizmi u shua pas sulmeve të reja të SBA-s dhe objektivave iranian. Ushtria amerikane tha se kishte sulmuar përsëri anije dhe bazat e raketave iraniane në gjirin persik, duke thënë se qëllimi ishte mbrojtja e trupave amerikane. Irani pranon progrese në bisedimet me SBA-n, por mohon arritjen e një marrëveshje. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme, Esmail Bakai, erdhen pasi sekretari i shtetit i SBA-s, Marco Rubio, tha se një marrëveshje mund të arrihet të hënën, shkruan BBC. Është e saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që po diskutohen, tha Bakai në Teheran të hënën, por sipas tij askush nuk mund të pretendojë se nënshkrimi i një marrëveshje është afër. Memorandumi i mirëkuptimit thuhet se përfshin një zgjatje 60 ditore të anëpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në SBA për të shkatruar ose do të asgjësohet një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marrë pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me selinë në Vjenë. E ardhmja e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në një nivel të lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.